Të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona operative e Karadokut. I nderuar Dom Frogsefi, të nderuar Prifëtrin Dom Lush Gjergji, njëri nga simbolet e pajtimit gjaqeve në Kosovë. I nderuar Dom Fran Sopi, i nderuar Nor Viktor Sopi, shumë e dashura në Nastan. Të nderuar bashkëluftar, djemtë të nën Stanës, Filip, Fatmir e Viktor dhe familje e gjerë e nën Stanës, vajza e djem, Nipa e Mbesa, motra e vëllezër dhe Farefis nga Peshterje Brusi. Të nderuar bashkëluftar, komandant të pikave të mramorit të Vërbicës, të korridorit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ayub Gashi, Mola dhe Naser Ahmeti Celi, të nderuar delegacion i shoqatës të organizatës të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kryetar dhe antar të kryesisë të vitis, të nderuar të pranishëm, besimtar e besimtare të kishës shqiptare katolike të Binqës. Në jetën time kam dëgjuar shumë për kishën shqiptare katolike, por ajo për cilën më së shumti më kanë folur e për cilën kam propaganduar edhe unë, në aktivitetin tim ilegal, patriotik dhe adhëtar në lëvizjen popullore të Kosovës, edhe gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, është kjo kisha e famshme e Binqës, me këto tabla të mëdha të pikturave liridashëse e autentike shqiptare. Në këtë rast, u dërgoj një përshëndetje ushtarake komandantit të Arbrit, Gjergjit të lavdishëm Gjergj Kastriot Skënderbeut, luftetarit e misionarit historik shqiptar Pjetër Bogdanit, martirëve shqiptar të Karadokut, të kohës së luftës e rezistencës mbi njerëzore anti-osmane, mbledhësit folklorit, arkeologut dhe publicistit, njohësit kanunit Lek Dugagjinit, papërsërismit Stjefen Gjeqovit, dhe krejt në fund, nënës tonë të madhe Nën Terezës, e cila presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, ja kërkoi ndërhyrjen ushtarake për shpëtimin e popullit shqiptar dhe shtirimin e Kosovës nga zgjedhja e Serbisë pushtuese. Jam shumë i lumtur e të daruaj si gjën më të shtrejtë tjetës time, që sot nga tribuna e kishës shumë të dashur për mua e për shumë advetar, patriot e luftëtar të denjë shqiptar, t'i drejtohem auditorit të nderuar në fjalën time për nën Stana Gashin dhe kontributin e saj në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, nëna shqiptare katolike, Stan Pjetër Gashi, njëra prej nënave të mëdha të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pas publikimit të shkrimit në kështirin tim në Facebook dhe botimit në gazetën më të guzimshme shqiptare Epoka e Re me 8 shtator 2024 e deri te dekorimi solemn nga presidentja e Kosovës me medaljen presidenciale Shën Tereza me 18 shkurt 2025, përfundimisht është bërë njohur për gjitha shtresat e popullit shqiptar, njihet në të gjitha anët e atë dheut dhe admiron i tërë kombi ynë liridashës e paqedashës. Nën Stana Gashi, sigur në legjendat e famshme shqiptare, jo vetëm është bërë njohur dhe ka pushtuar çdo familje heroike, historike, origjinale shqiptare, por është bërë pjesë ndritur, logjike dhe epike e luftës titanike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe është sistemuar e është ngulitur thellë të secili pjesëtar koshient e vigjilent i kombit ton
për të ecur vertikalisht e për të mposhtur të gjitha pengesat që na i kishin ngritur dikur armiqt pushtues dhe për të triumfuar e për të jetuar të lirë dhe të pavarur e në akord të plot me botën e qytetëruar dhe moderne euroatlantike. Është hequr plurja rresës mbi personazhin mitik të nënës së UÇK-s, bukdhënëses historike të ushtarëve të saj, atyre që pas bukës së bekuar të ngrënë të nëna e tyre shqiptare katolike luftonin heroikisht dhe derdhin gjakun në betejat për jeta vdekje me gjakpirësit të kriminalet serb. Sot, nënës tona, djemtë e luftës që i ka ushqyer me duart e saj, ndriçojnë në varrezat e heronjve dhe dëshmorëve të kombit. Nënës tona Gashi është nënë madhe origjinale shqiptare. E veçanta e madhe është nënës tona është nëna shqiptare katolike e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nënës tona është nëna Terez e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke qenë se nënës tona përfundimisht i ka shpartalluar të gjitha blokadat dhe tashme është ngjitur në lartësitë e duhura e të merituara të nderimit absolut, jo vetëm nga ushtria shqiptare e Kosovës, por edhe nga institucionet e Kosovës, propozoj që nënës tona të nderohet e të dekorohet edhe nga katedralja Nëna Terezë e Kosovës në Prishtinë, por edhe të nderohet me mirënjohje nga Selia e Shejt e Vatikanit dhe pse jo edhe direkt nga Ati i Shejt. Sepse përpos nderimit të nënës tonë të dashur, të nderuar dhe shtrejt, ston Pjetër Gashit, nderohet dhe rritet prestizhi edhe më shumë i të famshmës ushtria shërimtare e Kosovës. Sa më shumë të nderohet nënës tona Gashi, kjo nën heroinë e gjallë, aq më shumë dëshmojmë se ushtria shërimtare e Kosovës ishte e futur thellë në popull dhe se rënjët i kishte në vlerat e lashta që nga koha e Skënderbeut atje kurdoherë e atëherë kur etrit tanë ishin të rështuar për vlerave europiane dhe amerikane. Faleminderit për organizimin e këtij eventi të madh kombëtar, i nderuar i famullitar i kishës Binqës Dom Frokzefi. Jetë gjatë e të lumtur nënës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, nën Stana Gashi. Falenderojmë shumë zotin Ismet Sulejmani për fjalë që na i drejtoi.